7 profesionet e para me të cilat qytetarët shqiptar punësojnë lirisht në vendet e BE-s, pa pasur nevojë për ritrajnime apo njohje të reja të diplomave, po negociohen. Drejtuesa e projektit të ekspertizës gjermane pranë qeverisë shqiptare për grup kapitullin 2, Blerina Raça, tha në emisionin Kuota se rregullimi ligjor siguron që profesionistët e këtyre fushave të punojnë me të njëjtat të drejta si homologët e tyre europian. Shqipëria është duke bërë përparime për sa i përket parafrimit të legjislacionit, janë 7 profesione të rëndësishme: mjekët, infermierët, dentistët, farmacistët, mamit, pra specialistët e lindjes, arkitektët dhe veterinerët. Në momentin që ne do të bëhemi vend antar, diplomat e këtyre 7 profesioneve do të njihen automatikisht, tregoi zonja Raça. E teksa bisedimet për këto profesione janë pjesë e kapitullit 3 të lëvizjes së lirë të shërbimeve, i gjithë grup kapitulli është sfidë për të përgatitur Shqipërinë që të hyjë në tregun europian. Tregu europian numëron rreth 465 milion konsumator, 32 milion kompani. Bashkimi Evropian mban vendin e parë në botë për sa i përket tregtisë në shërbime, tha drejtuesja e projektit të ekspertizës gjermane. Integrimi europian është një proces konkret, personal dhe ekonomik. Njohja e ndërsjellë të profesioneve me Bashkimin Evropian është një prej këtyre konkretizimeve.